Një debat banal për një picë me proshut u bë molla e sherrit mes autorit arrestuar Filip Shehu dhe kolegut të tij të punës, i cili mbeti vdekur me thik, Indrit Ismailari. Burime bëjnë me dije se tek lokali një klient ka porositur një picë me proshut. Autori Shehu, i cili kishte vetëm 3 muaj si i punësuar në këtë biznes si ndihmës picier, ka marrë një produkt ushqimor, por Ismailari i ka thënë që të përdor një produkt tjetër. Referuar dëshmisë autorit të prangosur, viktima në këtë moment e ka sharë dhe menjëherë Shehu ka marrë një thik tek tavolina dhe ka goditur disa herë. Dëshmia e tij përputhet edhe me pamjet filmike të sekuestruara nga Blut, ku viktima pasi shkon në frigorifer për të marrë një proshut tjetër, ndërkohë autori merr thikën dhe godet 3 herë, një goditje në qafë dhe 2 herë në pjesën e barkut. Janë marrë dëshmitë edhe të stafit tjetër të lokalit, ku kanë thënë se nuk kishin afrimitet me autorin, pasi ishte i heshtur dhe i distancuar nga të tjerët. 43 vjeçari Shehu jetonte vetëm dhe rezultoni proceduar edhe më herët për posedim të armëve të ftohta.